Futbolli kosovar është tronditur nga lajmi për ndarje nga jeta të futbollistit Leonid Aliu. Pas lajmit të hidhur KF Fush Kosova ka reaguar përmes një postimi prekës në rrjetet sociale, duke i dhënë lajm të mirë njërit prej futbollistëve të klubit. Futbollisti i Fush Kosovës është konfirmuar si njëri nga dy të rinj nga Kosova që humbën jetën tragjikisht të mërkurën në plazhin Rana e Edhur në Shëngjin, pasi u tërhoqën nga dallgët e fuqishme të detit. Në mesazhin e publikuar në rrjetet sociale, klubi ka shprehur dhimbjen e thellë për humbjen e Aliut, dhe theksuar se ai do të kujtohet gjithmonë si një djalë i mirë, i buzëqeshur dhe plot energji pozitive. Me dhimbje të thellë morëm lajmin për ndarjen tënde nga jeta. Do të kujtojmë gjithmonë si një djalë të mirë, të buzëqeshur dhe plot jetë. Kujtimi yt do të mbetet për herë në zemrat tona. U presh në paqe Leonid, thuhet në reagimin e KF Fush Kosovës. Lajmi për vdekjen e Leonid Aliut ka ngjallur pikëllim të madh tek bashkëlojtarët, miq dhe komuniteti sportiv në vend, të cilët kanë shprehur ngushëllimet e tyre për familjen dhe të afërmit e tij. Të rinjt ishin pjesë e një grupi turistësh nga Kosova, të cilët kishin ardhur me autobus për të vizituar Shëngjinin dhe zonat përreth. Kryetari i komunës së Drenasit, Ramiz Ladrovci, ka shprehur ngushëllimet e tij për familjen Binaku pas ngjarjes tragjike të ndodhur në Shëngjin. Ladrovci tha se humbja e të riut ka prekur jo vetëm familjen, por edhe gjithë komunën e Drenasit. Kjo humbje e rënde e parakohshme ka prekur jo vetëm familjen, por edhe gjithë komunën e Drenasit. Në këto momente dhimbjeje ndajmë pikëllimin me familjen Binaku dhe lutemi që ata të gjejnë forcë për ta përballuar këtë tragjedi, thuhet në mesazhin e ngushëllimit. Në emër të komunës së Drenasit dhe qytetarëve të saj, Ladrovci ka shprehur solidaritetin dhe mbështetjen për familjen e të ndjerit në këto momente të vështira. Dy të rinj nga Kosova humbën jetën të mërkurën në plazhin e Shëngjinit, pasi u morën nga dallgët gjatë larjes në det, ndërsa ngjarja ka shkaktuar pikëllim të madh në Kosovë dhe Shqipëri. Leonid Aliu dhe Jetmir Binaku dyshohet të jenë futur për t'u larë së bashku me tre shokët e tjerë, Dion Myftari, Arbër Beqaj dhe Drilon Rustemi, por janë rrëmbyer nga dallgët e forta. Kanë qenë disa qytetarë që ndodheshin në zonë me jet ski, të cilët në bashkëpunim me policin arritën të nxjerrin nga deti 5 të rinjt, 2 prej të cilëve pa shenja jete.